Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'il anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit me shpëlotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës 5 argumentet për profetësinë të cilat ndodhen në një ajet të Kuranit familjar. Do të bazohemi në ajetin 157 të surës Araf, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Atyre që ndjekin të dërguarin, profetin, që nuk di shkrim e lexim, të cilin ata do ta gjejnë të shënuar në shkrimet e tyre, në Teurat dhe Ungjil. Ai do t'i urdhërojë ata të bëjnë vepra të mira dhe do t'i ndalojë nga të këqijat. Do t'u lejojë të këndshmet e do t'u ndalojë të pakëndshmet, duke i liruar nga barrët e rënda dhe vështirësitë që kanë pësuar. Prandaj, ata që do të besojnë, përkrahin dhe nderojnë atë, duke ndjekur dritën që është zbritur me të, pikërisht ata janë të fituarit. Ajeti 157 i surës Araf. Në këtë ajet përmenden cilësi ndër të cilat është ndjekja e profetit Muhammad, i cili është profeti më i lartë, sepse besimi në Allahun xhaleshanhu nuk ndahet nga besimi në profetin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, dhe nga ndjekja e fesë së këtij të dërguari. Gjithashtu, edhe devotshmëria dhe zakati nuk plotësohen, të nderuar dëgjues dhe shikues, në momentin që ne nuk ndjekim udhëheqjen e këtij të dërguari. Për këtë, Allahu i lartësuar thot: atyre që ndjekin të dërguarit, dhe më pas në shtesë të pozitës së mesazhit, ky ajet, pra ajeti 157 i surës Araf, ka nxjerrë në pa 6 cilësi të këtij të dërguari. Si fillim do të shtelojmë pak si kanë ardhur këto cilësi, duke u bazuar tek ajete kuranore, dhe më pas do të dalim tek cilësitë dhe më pas tek argumentat për profecinë e profetit Muhammad. Atëherë, cilësia e parë. Me të vërtet, profeti është profeti Allahut, ku profetin, an-nabi në Kur'an, profet i thuhet të gjithë atyre që sqarojnë mesazhin e Zotit një dhe të veten tek të gjithë njerëzit. I shpallet shpallja atij, edhe nëse nuk është i ngarkuar me thirrje dhe predikim, por i dërguar në shtesë të qenit të tij profet dhe nabi, është i ngarkuar me thirrjen në fenë e Allahut, predikimin dhe me palëkundshmërinë e tij në këtë rrugë. Cilësia e dytë, ai është një profet që nuk di shkrim e lexim. Pra profeti Muhammad nuk ka mësuar shkrim e këndim dhe është rritur në mesin e njerëzve të Mekës, baza e njësimit. Cilësia e tretë, Allahu thot: të cilin ata do ta gjejnë të shënuar në shkrimet e tyre, në Teurat dhe në Ungjil. Pra gjithashtu, rreth kësaj çështje, pra rreth përgëzimeve të ndryshme në librat e dy epokave, në Teurat dhe në Ungjil, e madje edhe në Teuratin dhe Ungjilin tashmë të devijuar, do të bëjmë një studim të detajuar, pasi edhe në këto librat është treguar fare qartazi që do të vijë një i dërguar nga mesi i njerëzve, i cili do të shpjegoj fare qartazi fenë Allahut xhaleshanhu, cili është feja pasë islame. Cilësia e katërt, ndërshinja dalluese të këtij profeti është se thirrja e tij përputhet plotësisht me logjikën. Kështu, ai thërret në të mirën dhe ndalon nga e keqja. Ku Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim, ai do t'i urdhërojë ata të bëjnë vepra të mira dhe do t'i ndalojnë nga të këqijat. Cilësia e pestë, përmbajtja e thirrjes së tij përputhet me natyrën e shëndosh njerëzore. Pasi, ai lejon çfarë është e dobishme për njeriu dhe ndalon atë çfarë është e keqe për të. Edhe njëkohësisht ndalon atë çfarë është e dëmshme për trupin, për qenie njerëzore. E shohim në ajetin kuranor ku Allahu i madhëruar thot: do t'u lejoj të këndshmet e do t'u ndaloj të pakëndshmet. Pra, ushqimet e këndshme dhe ato të pakëndshme, si shembull, pra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një shembull, një udhëzim dhe një
busull, si të themi, ku njerëzit orientoheshin ka të mirës dhe lënin më pas të keqen. Dhe cilësia e 6 është se profeti nuk është si pretenduesit e profetësisë dhe të mesazhet, që synojnë dakordsinë e njerëzve me prangat e pushtimit, kolonizimit e të shfrytëzimit. Përkundrazi, ai si profet hoqi dorë nga këto të gjitha dhe ai u heq barrën atyre dhe prangat atyre njerëzve, mendje dhe idetë të cilëve u kanë rënduar mbi shpatullat. Ku Allahu thot në Kuranin e Shenjtë, duke i liruar nga barrët e rënda dhe vështirësitë që kanë pësuar. Pra, Allahu xhaleshanuhu na tregon në këtë cilësi të profetit Muhammed që ai ishte shumë human. Ishte një person i cili donte vetëm të mirën e njerëzve dhe nuk ja impononte, si të themi, fen ose këto gjërat të cilat Allahu xhaleshanuhu ja shpallte atij, por i ftonte në mënyrë më të bukur dhe ja lente njeriu që unë po të jap një të mirë, atëherë përse s'pa e pranon këtë të mirën dhe njeriu në atë kohë reflektonte dhe kthehej në rrugën e drejtë. Pas këtyre 6 cilësive, duke shtuar dhe cilësinë e 7, që është pozita e mesazhit, që përbën një tregues të qartë dhe një argument të prerë për besnikërinë e thirrjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Kurani famulart thot si më poshtë: Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj, ata që do të besojnë, përkrahin dhe nderojnë atë, duke ndjekur dritën që është zbritur me të, pikërisht ata janë të fituarit. Por, cilat janë 5 argumente të nderuar dëgjues dhe shikues për profecinë në një ajet të vetëm? Nuk janë përmendur në asnjë ajet të Kuranit kaq shumë argumente rreth vërtetësisë së thirrjes së të dërguarit më fisnik, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, siç janë përmendur në këtë ajet. Nëse i shohim me hollësi 6 cilësitë që ka përmendur Allahu në këtë ajet për profetin Muhammed, vullën e të gjithë të dërguarve, do të kuptojmë se në to ka 5 argumente të qarta për vërtetimin e profecisë së tij. Argumenti i parë: profeti ishte analfabet. Ai nuk ishte studiuar, por megjithatë erdhi me një libër që nuk ndryshoi vetëm jetën e njerëzve dhe banorëve të Hijazit, por ishte një pikë e rëndësishme ndryshimi në historinë njerëzore. Madje, edhe ata që nuk e pranojnë profetësinë e tij, nuk dyshojnë në madhështinë e librit qiellor dhe të udhëzimeve të tij. Pra, a është e mundur që të ketë shkruar një libër të tillë një njeri që është rritur në një mjedis ignorance e që nuk ka mësuar prej askujt? Argumenti i dytë: argumentet e profetësisë së tij, pra të dërguarit të Allahut, janë transmetuar me faza të ndryshme në librat e mëparshëm qiellor, ku ka shenja për vërtetësinë e këtij të dërguari, dhe përgëzimet që erdhën në këto libra nuk përkojnë me askën tjetër përveç se me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Argumenti i tretë: përmendja e thirrjes së tij përputhet plotësisht me logjikën, sepse ai fton në të mirë dhe ndalon nga e urryera dhe nga e keqja, dhe kjo çështje sqarohet më së miri në leximin e udhëzimeve të tij. Argumenti i katërt është se përmbajtja e thirrjes së tij përputhet me natyrën e shëndoshtë dhe instinktet e barabarta njerëzore. Argumenti i pestë: po të mos ishte shpallja e Allahut xhaleshanuhu, atëherë profeti do të merrej me interesat e tij personale. Kështu, ai nuk do t'u hiqte njerëzve zinxhirët dhe prangat, por do t'i linte ata me ignorancë e në pavetdije dhe do të shfrytëzonte në mënyrën më të mirë. Por shohim se ai bën të kundërtën. Pra, ai i liron njerëzit nga prangat e tyre të rënda dhe i lehtëson shpirtin dhe qenin e tyre. Ai i liron ato nga ignoranca e pavetdia, përmes thirrjes së vazhdueshme në njohje dhe në dituri. I liron nga paganizmi dhe nga devijimi përmes thirrjes në njësim. I liron nga diferencizmi dhe nga ndarja e shtresave shoqërore përmes thirrjes në vëllazërim fetar dhe barazisë përpara ligjit. Secili për këtyre argumenteve tregon, pra të nderuar dëgjues dhe shikues, vërtetësinë e këtij të dërguarit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të mos harrojmë që profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte një njeri me mençuri, mirësi dhe besim të palëkundur. Ai solli një mesazh mëshire, drejtësie dhe dëmshurie për njerëzimin, duke mësuar dashurinë, durimin dhe përulësinë. Karakteri i tij ishte shembullor, duke mishëruar ndershmërinë dhe sinqeritetin në të gjitha aspektet e jetës.
si dërguari i fundit i Zotit. Ai udhëhoqi njerëzit drejt drejtësisë dhe unitetit, duke lënë pas një trashëgimi që vazhdon të frymëzojë miliona njerëz kudo që të jenë ata. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, në këto momente ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.